Babe, ti je në fshat apo jo? Sa vjeç je? Unë jam qerim Nezha, Po. nga fshati Gullu, 74 vjeç. Mashallah dhe 100. Kam punuar këtu në Gullu gjithmonë. Me qa merresh tani? Tani merrem me lopë. Me lopë, ë? Aq më kanë ngel më. Sa veta bësh në shtëpi? Jam jetem, jam veç me plak. Vetëm me plak, ku janë fëmijët? Tjerët kanë hikun. Unë nëse ka shtet, se zot jo, veç nëse ka shtet, edhe vetë do në Gullur, ka kesa po ose rruga, e Gjalicave. Ju atë rrugën kërkoni se e keni shkurt, ë? Kërkoj unë, që ato, Gjalicave. Se levo rreta me barë shpen nga për Gjalicash. Natë dytë. Sa herë ke kaluar aty se mba mend? Me mteje me sheka me bërja. E kom kaluar sa herë, me të ndetën, jo 75 vjetë, po njëherë 25 vjetë, po. Natë e ditë. Me sheka me bërja me mtej. Unë që fshu. Kanë vdekur njerëz aty, baba? Ati ka vdekun Dilever Koqeku, ka vdek Morazizi nga Gurt, nga rruga e Mera. Ka vdekun kush? Sali Deta Pajkun. Po janë në shumë më tjerë janë. Pra, dhe nuk vuri njeri dorë, vdisni njerëz dhe zvet njeri të? Mos e diskuto, mos ani zjoni që graduan, shteti ka avu dorë në Gjalica. Adhimshme.